Mësafirt i kem prej institutit KAF për mundësit që ju krijojnë juve për licencim pasi që të diplomat. Mundësit i keni në dispozicion. Ajo puna e licencimit normalisht ju e dini që vlen pasi që diplomat. Është kënaqësi dhe nder të rikthehem në Fakultetin Ekonomik, ka 16 programe të akredituara. Në mesin e tyne janë 3 më të rëndësishmet dhe jo vetëm, është teknik i kontabilitetit. Pastaj arrini titullin momentin që certifikoni si teknik të kontabilitetit, fitoni të drejtën për të vazhduar për certifikimin kontabilist i certifikuar. Me të arrit këtë titull, fitoni automatikisht të drejtën për të vazhdu në nivelin e 3 profesional, i cili është auditor i certifikum. Pra, drejtimi ekonomiks, menaxhment, marketingu e të tjerë. Ndërsa drejtimi kontabilitat dhe financa, banka, financa dhe kontabilitat, i nënshtrohen një njohjes në bazë të memorandumit dhe ju njihen 3 provime. Me çras obligative ju mbetet vetëm moduli i tatimeve. Ndërsa drejtimi i kontabilitetit ka njohje automatike të nivelit të parë, me kusht që provimi i tatimeve duhet jetë dhënë jo më shumë se 5 vitet të fundit. Edhe drejtimi, do me thonë master, i cili është me kontabilitet, ka njohje të plotë, si që thash, nëse një student vijet dhe ka bachelor dhe master me kontabilitet, niveli parë i njihet me automatizëm dhe i nënshtrohet procesit të certifikimit pa asnjë testim shtesë. Institutit KAF i keni 2 mundësi të arta si student, që gjatë studime normalisht ju ndihmojnë për me arritë suksese në punën të ardhmen që keni me pas në fushën e kontabilitetit. Para është që ne si institut e kemi softverin e integruar në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit në Fakultetin Ekonomik. Këtu keni gjitha elementet nga krijimi i klientëve, krijimi i kërkesave për prodhim, për shkak se keni lënë kontabilitet kostës, ofertave që normalisht i arrini për produktet, porositë. Normalisht kjo pjesa kupon fiskal kërkon mu lidhë softverin me ark fiskale dhe pjesa fakturës. Tek pjesa llogarive këtu është baza kontabel, që i bie me pa pjesën debitore edhe pjesën kreditore. Si shkon një llogari nga pjesa debitore në pjesën kreditore dhe si krijohet çaj lidhja e këtyre elementeve në bartën e pasqyra financiare. Instituti KAF, pasi që është shoqata më e madhe edhe në regjion për nganumi certifikimeve profesionale, ne i kemi mundësu edhe për studentët tanë, edhe për studentët gjithë Kosovë, kemi kriju kuize për më përgatit edhe për provimet në brenda institutit, edhe për student për provimet profesionale që i kanë. Kjo është platformë ndërkombëtare që ndërtuar normalisht pjesa kuizeve, ekzistojnë diku afër mbi 15.000 pyetje në të gjitha fushat e ndryshme përfshi kontabilitet, financa dhe auditim. Ju qaseni tek Global i KAF. Zbritja është 20% për ata që kalojnë 50% të pyetjeve që i dajnë përgjigje të sakta, që do ta kemi një quiz online së shpejti për 2-3 minuta, dhe 10% do ketë zbritje për ata që vetëm marrin pjesë në quiz edhe nëse nuk i arrin këtë kalueshmërinë prej 50%. Skenojini kodin edhe janë do pyetje shumë elementare dhe të thjeshta.